Gjatë viteve të fundit, Shqipëria dhe shumë vende të tjera kanë përjetuar një rritje të çmimeve të përgjithshme, duke përfshirë këtu energjinë, ushqimet dhe shërbimet, dhe po ashtu ndikon në rritjen e çmimit të pronave. E dyta, faktorët demografik dhe social, zhvillimi i madh që ka pasur Shqipëria, investime të mëdha në infrastrukturë, ndërtimi i banesave të reja dhe përmirësimi i shërbimeve publike kanë ndikuar në rritjen e çmimeve. Por po ashtu ka ndryshuar edhe stili i jetesës, është nevoja për hapësira më të mëdha nëpër zona të cilat ofrojnë më shumë facilitete. E treta janë faktorët ligjor dhe politik. Janë politikat fiskale dhe nevoja për ndërtim, të cilat janë stimuj për ndërtuesit edhe blerësit. E katërta, investimet e huaja edhe vendase. Shqipëria është duke përjetuar një zhvillim të madh me projekte të mëdha infrastrukturore. Zhvillimi i qyteteve, rritja e ndërtimeve të reja, zona të reja banimi dhe projekte të reja publike dhe private. Rentabiliteti i pronës. Investimet e shumta bëjnë që çmimet të rriten duke shmangur rrezikun e uljes së vlerës së pronës. Kushtet globale dhe lokale, pandemia, inflacioni dhe zhvillimi ekonomik ndikojnë në treg. Dhe dalim në përfundimin që gjithmonë duhet të bëni një studim të tregut në kohë reale, pasi prej dinamikave të shumta që ka tregu imobiliar, gjërat ndryshojnë shpejt. Dhe nëse nuk keni kohë të merreni me studimin e tregut të pasurive të patundshme, konsultoni me një ekspert imobiliar, pasi ju kursen kohë, energji dhe gjithmonë do t'ju jap një informacion të saktë rreth tregut të pasurive të patundshme. Çfarë po pret? Më kontakto.